Krejt jeta është e bukur, po pasha Allahun. A ka bre shpirt njeriu që smahnitet prej bukurisë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Zoti juaj është i bukur dhe e do të bukurën. Allahu e ka kriju krejt universin me rregulla e harmoni që burojnë prej bukurisë ti Allahut. Lavdi qoft Allahu, subhanallah. Sa fjalë e bukur, sa fjalë mallshtore, kur goja mbushet plot me fjalën subhanallah, lavdi qoft Allahut. Tregojnë se pejgamberi Sulejman a.s. duke udhëtu në fronin e tij me erën e me zosht, i ka dëgju dy gra që po thoshin: subhanallah, lavdi qoft Allahut, sa e madhe është mbretnia e familjes Davudit. Sulejmani a.s. i dëgjoi këto fjalë, u tha atyne dy grave: fjala juaj subhanallah, lavdi qoft Allahut, vlen më shumë se krejt mbretëria ime. Allahu nuk krijon veç që na me thonë subhanallah, lavdi Allahut, por sepse Allahu është i bukur dhe e don të bukurën. Ai Allahu na jep bukuri që na me e njoh, me e besu Allahun, me e dasht Allahun, me e falenderu Allahun, që përmes bukurisë me u pasuru shpirtrisht, përmes bukurisë Allahut me u zbut zemrat dhe me u rrit dashnia ndaj krijuesit ton. Bukuria e Allahut shihet në 4 nivele. Në qenien e tij Allahut fuqiplot. 2. Në cilësitë e Allahut fuqiplot. 3. Në veprat e Allahut fuqiplot. Dhe 4. Në emrat e Allahut fuqiplot. Thuaj: La ilaha illallah, që do thot nuk meriton të adhurohet askush tjetër pos Allahut. Kjo fjali, kjo sentencë, kjo dëshmi, le të gjej vend në zemrën tënde. Le të kënaqet zemra jote me dëshmin la ilaha illallah. Gojën plot mbushur duke e shqiptu la ilaha illallah. Kjo dëshmi le të reflektoj në veprimet tua. Pra edhe njëherë, thuaj la ilaha illallah, e rikujto, krejt jeta është e bukur.